Të ndër një Itali ose në Francë, që shë bënë? Shkelje e bardha mbi Ekziston të Itali para se më shpallë, ajo? Ngam. Ti do shmërgjithua? Bardha mbi të zezë. Shkelje e ligjit prokurimit publik. E kurdisur që shihet prej ballone, është kur ti, kompania e din që ti ki me dhoni subvencion, ndërsa në kritere. Me kritere ti nuk e ki që kjo kompani ka me marrë donacion për shtetit. Për kilazhën e mbetje shtazore. S'ka donacion. E din, e dyta. Subvencionim. Pa subvencionim, nëse kryet puna, subvencionohet. Me vjetra shkelje jënë në qëtë proces. Me cilin, dëgjam tash, të përfundoj. Me cilin, najna ty thonë, si media, që qëtu ka dyshimet e bazume... Si media të thonë, ka shkelje. Nëse është kështu atër, duhet për një mund procesi edhe... Ti jetu e dëshmu qëtu, që ti ma shumë se sa kajtë na, që ke pëngresëm këto dilema, që Zoti Peci është i sharru në këtë aferë korruptive. A di pse? Se s'po mle me përfundu, unë e se përmen halo. Ti pëmbron parim, ti pëmbron halo pa e përfundu. Ta është qitë shkelje, për në halo ta është e përfundoj. Qëto, jënë konstatu me 10 shkelje në këtë proces të prokurimit, që është interes nacional. I kanë konstatu media, i kanë konstatu letrat të në publiku në media. I kemi marë, i kemi ledzu, i kemi trajtu. Vesh bim dakord, nuk mundesh me folë. Ata bëjnë i pyetjen e ty. Janë konstatu shkelje. Kush konstatu shkelje? Ata bëjnë i pyetjen ty. Qka ke konstatu ti? Cili organ ta ka konstatu ty para 2 minuta që thojnë bo vjedhje të noja në pushtetet e kalunë? Kush ti ka konstatu? Kush ti ka konstatu? Kush ti ka konstatu? Cila gjykat? Cili vendim? Cili akt? Po ti vetë sa thoni kënë denu ata. Po vetë sa thoni, për shesa kontroversje. A për shesa kontroversje. Se kontroversje më rëtë thoni, organet tjera nuk e kanë marrë mjetu ato tjera, tash po thu, pse ju po akuzoni, a ti po thirë denum, o denum, për 53 milion është i denum e ti. I denum është. Ato e përmena une. Po edhe mirë që është denum. Po a e din ti që para se me dënua njeri, që ato skandale që kanë qarkullu në për media. Mos me pa dalë në media. Si gazetar, ose analiz ta është ta përfundoj. Nuk mund është mos me pa dalë në media, që ato janë konstatu për media, nuk po thomë që ka marrë vendim gjykata. Apo ti nuk ka marrë vendim gjykata. Janë konstatu që ato që po thirë është ti, edhe që ato që i kena akuzu këtë pushtetet e kalune. Nuk kena nalë kurrë, edhe mirë që kena bo. Mirë kena bo që kena akuzu. Po ndërhynë se nuk ndërhyna me... Absolutisht, po ndërhynë nuk po mlenë me që fjalimin dhe në fund, edhe ma ndej, po duhet me u balavacu me që me folë seriosisht. Seriosisht, e di Besniku mendimin timestar, pastaj debatoni sa doni. Se përfundova, a është fair që ta është edhe Zoti Keqeli, edhe Zoti Kraki Gutjanisi në mësmilo, asë një mendime që dhe i po. Po se përfundova. Okej, hajde, përfundoj shpejt mendimin, ta dëgjojmë Besniku. Jemi të një këta qajo që e njësa prej fillimit, prej levizit vendosit. Pak të në këmë prit, dhe besoj që shumica e njerëz dhe kanë prit, që ka me kanë pishtar i luftës ndaj korupcionit. Si me thonë, se cili që dyshohet për korupcion, edhe që nesër ekspozohet në media, për një dyshim matë voglin, ka me thonë, duhet më liru, duhet mi thonë, mi hapë rrugë organet të drejtësisë. Dëgjëm tash. Tash i kena 2 gjona tjera. E kena një që thujnë, pse nuk jënë hetuat atjertë, a na gjykimin publik ja kena bo, pikrisht për shkak se ata... Qa kanë bo këta prokuror deri tash? Po se dive, ta shënë për prokuror nuk foli. A kanë qenë punë këtë Kosovë, ditën Kosovë. Unë e foli në cilësin e gazetarit këtu, edhe nuk marrë drejtë me foli për prokuror. Por, të prokurorët mujë me thonë që une edhe ti, edhe Zoti Keqeli, edhe kejtë shtu, pajtomi që kena kritika jashtë zakonisht modha, noja për këtë vitet që të ndërtimit tonë. Ju jopi mundësin për sharime, urë në të pastaj Besniku. Ajo që e thash edhe në fillim edhe mendoj që duhet të fillojmë të abojmë një gjykim të barabartë. Në të kaluarën, Zoti Dakaj, unë parapëlqej këtë debatin ku mujë me ndëgjut njëri tjetërën dhe shta me lënë dhe në fund, dhe i sa të përfundoni. Në të kaluarën, nuk ka pas kësi investime, kësi investigime, edhe kësi paraqitje të lojit si me qenë aty të embrojt një doktoratur, për ato që kanë ndodhë ma heret. Nuk ka pas konstatime, asë nga mediat, këta mëse merë njësi personalisht, po për përgjigjen dhe asaj, pas nuk ka pas një gjykim të tillë publik, ndaj dikujt,
ende pa filluar një hetim. Ju e dini këtë rastin e ish ministrit, për marrë shembull tani vetëm Ministrinë e Bujqësisë, të ish ministrit Rikallo. Kolegu juaj Besnik Krasniqi ka shkruar para disa dite një status, ku unë e kam lexuar aty, ku bëhej fjalë për një keq përdërim, 4 milion euro. Ky keq përdërim, i 4 milion euro, ishte me grante për familjarë të politikanëve. Na këtu nuk kem pas një gjykim publik paraprak. As një konstatim, po dhe jo si gazetar, edhe ne si qytetar, e kemi kuptu vetëm kur ka dalë në media. Po, veç ka ndryshu. Pasi që ka ndodhë hetimi. Edhe bërit gazetari, zoti Kerçeli ka ndryshu shumë. Po, kjo nuk është shumë vonë, kjo është para 3-4 vite, 5 vite, na jem të folë për qeverisën, pa dashur të lëshomin emra. Ka ministrit të transportit. Jo, une po du, ju lutëm, zonja Koprani, po du vetëm të Ministria Bujqësisë. Nuk ka pas konstatime, gjykime publike të tilla, ku në Ministrinë e Bujqësisë janë gjetë çanta me pare. Kur në atje në shtallat të disa shtëpive, ku se ke pas asnjë lloj veprimtarie bujqësore të fermerit, janë gjetë çanta me pare. Ju besoj keni pa këtu na pajtohemi për to. Nuk ka pas. Jo. Masi që ka ndodhur. Dëgjom, raportime live po, kur ka ndodhur një ngjarje. Nuk ka pas... Jo, dhe i ka parapri. A mundeni ju lutem me ma siguru? Gjyq publik për ministrit. Nuk ka pas... Edhe këto edhe për përfundoj. Një traktor ka hi atje në